Haxhi është i lidhur ngushtë me profetin Ibrahim a.s. madje jo thjesht me ato, por me familjen e tij. Nëse mund ta shprehim, Haxhi nga fillimi deri në mbarim flet në çdo gjë për këtë familje kaq të rëndësishme. Familjen e Ibrahimit a.s. për të treguar jo thjesht vlerën e një individi, por edhe të familjes. Kur familja është e shëndetshme, është e shëndosh, e lidhur me besim, Zoti e bën të pavdekshme kujtimin dhe historinë e kësaj familje. Sepse Haxhi është i lidhur pandashëm me Haxherën, me veprimet e saj. Domethënë nëse ka dikush që i imitohen hapat, se si ka ecur, se si ka vrapuar, edhe pse ka jetuar përpara 4000-5000 viteve, ajo është Haxheria, është një grua. Ne sot imitojmë atë në hapat e saj, madje edhe në vendin që ajo ka nxituar, aty nxitojmë, është mirë të nxitojmë, të është bërë me shenjë që këtu ajo ka vrapuar, këtu do të vraposh. Por e rëndësishme është mos imitosh vetëm hapat e saj, por të imitosh dhe gjendjen shpirtërore të saj, në çfarë gjendje ajo ishte dhe çfarë besimi dhe mbështetje kishte tek Zoti i gjithësisë. Zemzemi ishte i lidhur me të. Rindërtimi i Qafës është i lidhur me Ibrahimin a.s. Prandaj makami i Ibrahim, pra aty janë rritur dhe gjurmët, për të treguar që gjurma e besimit nuk zhduket. Gjurma e punës së mirë nuk zhduket. Ai, siç e përmende, ato që ishte pa jetë, pa bim, pa pemë, me urdhën dhe me lejen e Zotit e ngjalli. Jo thjesht e ngjalli, por e bëri vendin që ka ndoshta vitalitetin më të madh në botë.